më tej, domethënë nuk dua të them diçka konkretisht pa mos bashkëbiseduar me kolegat e mi. E qartë. Ndër të tjera, kjo është hera e parë që ju keni protestuar në lidhje me këtë problematik, apo ka patur edhe raste të tjera? Kjo është hera e parë që keni ndërmarrë një nismë aq të madhe. Po, përmbajtjen e provimit të jurisprudencës është hera e parë. Domethënë edhe para 2 viteve kolegu Mevlan Ademi ka dërguar një kërkesë të tillë, mirë po pa nënshkrime, ka marrë përgjigje negative, ndërsa tani kemi një kërkesë të cilën na qëndroi pas 385 studentë. Këto nënshkrime kemi mbledhur në një periudhë shumë të shkurtër kohore, sepse po të ishte mbajtur më gjatë do mblidheshim edhe më shumë nënshkrime. E qartë. Edhe diçka, Ylli, ju e keni protestën në orën 12:30 minuta, pra vetëm pak minuta na ndajnë nga protesta, nga nisja e protestës në rrugë zyrtare. A ka një sensibilizim të qytetarëve, të prindërve, të studentëve edhe të fakulteteve të tjera për që në pjesë e kësaj proteste dhe për t'ju mbështetur? Protesta është hapur nga të gjithë, tani mund t'ju shikoj edhe këtu me video live nga Universiteti i Evropës Juglindor në kampusin e Shkup, të cilës studentët po mobilizohen për të shkuar në protestë. Nga ana tjetër që është ku fillon ura e Gurit, atje janë mbledhur tur më e madhe studentëve, kemi përkras nga fakulteti juridik dhe nga fakultetet të tjera apo student nga universitetet të tjera, të cilat universitetet shqiptare në Maqedoni të Veriut. Më fol pak për problematika që ju keni hasur si pasojë e mos zhvillimit të këtyre provimeve në gjuhën shqipe. Pra, në rrugë akademike ju keni hasur vështirësi shumë të mëdha dhe pa diskutim që kjo ka të bëjë edhe me vimësim tuaj në aktivitetet që ju do të kryeni pas përfundimit të fakultetit. Nuk ju dëgjova, ju lutem, mundet edhe një? Po, edhe njerë. Pra, mund të më flasësh pak për problematikat që ju do të hasni dhe që i keni evidentuar edhe gjatë rrugës që keni bërë deri në këto qaste. Pra, në formimin tuaj akademik, konkretisht, cilat janë problematika që do të evidentoja në këtë rast? Problematika kryesore se provimi neve studimet i mbajmë në gjuhën shqipe, literaturën gjithë neve e dim në gjuhën shqipe. Për ta mbajtur në gjuhën maqedonase kemi vështirësi dhe shumë problem. Pa marrë parasysh se në praktik do duhet edhe dihet edhe gjuha maqedonase. Ky problem neve si shqiptar na tangon shumë sepse kemi shumë juristë të cilët nuk mund ta japin provimin e jurisprudencës shkaku i gjuhës dhe kjo na ndikon në të ardhmen për profesionalizim të studentëve apo në të ardhmen të personave si për shembull për noter, për të ardhmen të bësh noter, të bësh gjykatës, e kështu me radhë, domethënë patjetër është provim profesional i cili duhet jepet. E qartë. Mirë, Ylli, nuk e di nëse ke një thirrje ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë çaste dhe të na ndihmosh nëse mundesh pak edhe me pamjet nga mobilizimi i studentëve? Po, kam bëj thirrje dhe u bëj apel të gjithë politikanëve që mos ta politizojnë çështjen tonë, të jetë një nismë e pastër studentore dhe kërkoj për krah nga çdo student, nga çdo individ i cili jeton dhe ndjen veten shqiptar, që t'i dalim zot gjuhës tonë dhe t'i mbrojmë të drejtat tona si shqiptar dhe të jemi të barabartë dhe të respektohet kushtetuta, ligji dhe marrëveshja e Ohrit. Këtu mund t'ju tregoj disa pamje cilët studentët janë duke u mobilizu dhe nga ana tjetër kemi edhe persona të tjerë të cilët janë duke u mbledhur që për ta mbajtë zhvillimin e protestës, e cila do të jetë protestë paqësore dhe pa incidente, kështu shpresojmë neve. E qartë, por nga ana tjetër kam përshtypjen janë marrë masat e duhura nga ana autoriteteve me efektiv policie dhe me masat të cilat mund të çojnë në normalizimin e situatës në rast përshkallëzimi apo jo? Këtu kemi masat policore të cilët kanë dalur në terren dhe po na mbrojnë neve, ja.